deputet qofshin LDK, PDK, VV. Po nëse një leadership në kuptimin e forcës politike dhe autoritetit që parti, brenda partive përkase. Arsyeja pse nuk është bë opozita bashkë, unë mendoj që tjetër kush duhet më pyet jonë. Por unë jam i pari që këmë thonë nëse zgaboj edhe në këtë studio, para 6 muaje, jemi fajtor të situatës për shkak se opozita nuk i ka bashku numra. Që i bjene ku marrë edhe në pjesën e përgjithësisë që më takon, pa e pas. Se kush e ka fajnë se opozita nuk ka arrit me i bo numrat bashkë, mbetet mu diskutu me naj kamp tjetër. Nuk jo mu naj që identifikoj shkaktarin se ky ishte se ai ishte, por është e vërtet që opozita nuk ka pas bashkëpunim edhe gjatë proceseve të votimit, i mirë i keq ky votim që ishte, në seancat e fundit që i kishim në Parlamentin e Kosovës. Të përfshi zgjedhja e kryetarit, deri te qeveria, po. Të përfshi zgjedhja e nën kryetarëve dhe dejtë e ekzekutivit. Pra nëse ju i shini me qëtësi, e shini që Aleanca e ka votu Demal Bashën. Qëndrimi për bashkë ka qenë mos me votu nën kryetarit komunitetit. Ne, për shkak, okej, jemi pajtu. Momentet caktuar, LDK-ja nuk e ka votu Demal Bashën. PDK-ja nëse zgaboj po, përjashton ai deputet. Pak orë ma vonë, është votu zavendës kryeministja e parë e kryeministrit Kurti, nga LDK-ja. Emilia Recep. Pastaj nuk është votu kandidati i pavarë as di qa është ai serbi, se ka shka abit në mi thonë me atë gjuhën. Nenad Rashić. Nuk është votu. Asi gjuhë këtu. Ja, ta më më puna, mi thonë shka. Në studion e politikos, Qëto veprime, po du me thonë që studion e politikos këto nuk përdorë. Pa koordinume. Nuk do ta përdorë, po kjo shka abit. Pa koordinume dhe pa qëllimshme, po do me thonë. Do është ta me thonë që nuk ka pas koordinim në votim për gjona edhe ma të vogla. Nuk kemi arrit konsenzus. Jo për nivele të pozitave kryeministrore se kush do ta merr mandatarin. Edhe pse kushtetuta është e qartë, partia e dytë e ka mandatarin. Tash me sa unë e kum dëgjuar edhe vetë zotin Krasniqi, kryetarin e PDK-s, ka thonë që ne do ta refuzojmë, do ta kthejmë masë, do të shkojmë zgjedhje se nuk e kemi mundësinë me i bo numrat e mjaftueshëm për një qeveri të opozitës. Buk falesh, do me thonë, krejt që po mundona, me thonë, është Aleanca nuk ka qenë pengesë, edhe në përzgjedhjen e kryetarit Kuvendit, edhe struktura vullhecit Kuvendit Kosovës, nuk kemi konë pengesë e maggjorancës opozitare, kemi ofru vot pa kushte, edhe me koston që do të domtohemi në zgjedhjet lokale, se kemi mujtë dhe më domtu, e kemi ofru këtë mundësi, faleminderit për votuesve që na kanë besuar dhe na kanë dhënë absolut më të mirën në zgjedhjet